të gjithë tetovarët paguajnë 3 fish më shumë çmim më të lartë të mbeturinave se sa që ishte paraprakisht. Mu vjen keq se kundër kandidati po flet për tema të cilat nuk është kompetent, nuk e kanë përgatitur mirë. Se unë asnjëherë nuk kam qenë i punësuar në komunë, asnjë lidhje nuk kam patur me komunën. Kjo është një shpifje monstruoze që është duke u bërë. Shifes se çfarë ju premtoi tetovarëve para 4 vitesh, domethënë sistematizimin e ndërmarrjes publike dhe i gënjeu, domethënë jo që nuk e bëri këtë, po e shiti, e ndryshoi metodologjinë, i ndryshoi çmimet dhe sot të gjithë tetovarët paguajnë 3 fish më shumë çmim më të lartë të mbeturinave se sa që ishte paraprakisht. Këto tetovarët e dinë gjithë, ka mbi 10.000 familje që janë në procedura përmbarimore aktualisht dhe nuk është e vërtet që çmimi nuk është rritur. Nëse këto pretendojnë t'i gënjejnë, tetovarët do ballafaqohen me 19 tetor ku do e marrin edhe ata që e meritojnë. Faleminderit. Jeta edhe një herë, mu vjen keq se kundër kandidati po flet për tema të cilat nuk është kompetent, nuk e kanë përgatitur mirë, edhe një herë, tetovarët e dinë shumë mirë se si ka qenë veçanërisht ata 300 punëtorë të cilat në mandatet e tyre të pararëses së tij, të shefes së tij, nuk merrnin rroga në rregull dhe sot që të 3 ndërmarrjet e dalë nga ndërmarrja komunale e Tetovës, pra ndërmarrja publike për menaxhim hapësirat publike dhe gjelbrimin, ndërmarrja publike Shari dhe ndërmarrja privato-publike Sabërmaher, sot në çdo muaj japin rroga për punëtorët dhe kanë kushte krejtësisht tjera dhe shumë më të mira se sa që i kanë pasur. Ju lutem, mund të sqaroni këtë kur e thoni se nuk ju kuptova, se edhe nuk kuptoheni kur flisni. Kush është shefja ime se nuk e kuptova këtë? Aty shërbier para se të vi unë në komunë të Tetovës. Absolutisht e pavërtet. Kjo është një gënjeshtat monstruoze Jeta, se unë asnjëherë nuk kam qenë i punësuar në komunë, asnjë lidhje nuk kam patur me komunën. Unë kam qenë këshilltar në mandatin 2013-2017, kemi pasur shumë mos pajtime me udhëheqësinë e atëhershme aktuale, kemi pasur shumë gjërat për të cilat nuk kemi pajtuar, edhe unë në vitin 2017 jam larguar nga Këshilli Komunal i Tetovës dhe nuk kam pasur asnjë lidhshmëri me udhëheqësinë e kaluar. Kjo është një shpifje monstruoze që është duke u bërë, edhe duhet ta dini që domethënë 2017 verdiktin e dhanë qytetarët për atë periudhë kohore, ku humbi zoti Kasami në zgjedhje, e dhanë edhe në vitin 2021 duke i mashtruar qytetarët, duke u premtuar gjithçka, duke mos realizuar as edhe një premtim të vetëm që atëherë dha, dhe këto janë shpifje monstruoze të cilët do duhet qytetarët i Tetovës t'i kuptojnë. Është kjo distancim nga qeverisja 2 mandatet e UTARIF-it? Absolutisht po. Unë nuk kam asnjë përgjegjësi, as institucionale, as edhe lidhje që të më lidh mua me atë mandat. Më vjen mirë sepse në debatet paraprak ka tentuar që të mbroj dështimin e 2 mandatet të UTARIF-it. Nuk ka qenë absolutisht qytetarët në vitin 2017 dhanë verdiktin e tyre, ku zoti Kasami i humbi zgjedhjet, edhe në vitin 2021 dhanë verdiktin për atë periudhë kohore, po tani në këto zgjedhje do japin verdiktin për të gjithë këtë mashtrim, për të gjithë këtë gënjeshtër paraelektorale që ju e dhatë në vitin 2021, as edhe një premtim të vetëm të realizuar nga ajo që ju dhanë tetovarëve si premtime paraelektorale në atë periudhë.